Hysen Sheshori është një prej mira të përndjekurve të regjimit komunist, por në ndryshim nga të tjerët ai është një rast unikal pasi ka akuzuar direkt kryeministrin Sali Berisha se ka qenë një dëshmitar i rrem në gjyqin e ngritur ndaj tij. Në intervistën e tij të dhënë në vitin 2002 për gazetën Plaga, organi shoqatës së ish të burgosurve politik të Shqipërisë, Hysen Sheshori ka treguar se si është dënuar me dëshminë e Sali Berishës. Ai u ndal para trupit gjykues dhe pas formaliteteve me një theks malsori me eufori, filloi të flas para trupit gjykues duke treguar se si e kishte gjetur traktin që kishte përmbajtje të theksuar armiqësore, të cilin e tunte para trupit gjykues dhe sallës. Ky njeri është armik i betuar i partisë, prandaj duhet të varet në litar, tha ai duke bërtitur rrëfen Sheshorin në një intervistë të dhënë në dhjetor të vitit 2002, por që ribotohet sot në gazetën shqiptare. Hysen Sheshori përbën një rast unikal në Shqipëri e ndoshta edhe në tërë Europën lindore, edhe për faktin se i vetëm për gjithë kohën e diktaturës ai ka shpërndar 41.100 trakte në një periudhë 13 vjeçare, nga viti 1961 deri në 1974, dhe për 13 vjet me radhë është të ndjekur nga sigurimi i shtetit, u arrestua në vitin 1974 dhe u dënua me vdekje në vitin 1975. Fatmirësisht atij më pas u fal jeta dhe dënimi u kthye në 25 vjet burgim. Rasti i Hysen Sheshorit u përmend dje edhe nga nënkryetari i grupit të Partisë Socialiste Erion Braçe. Deputeti socialist tha se e Majta nuk ka asnjë problem nga hapja e arkivave sekrete të ish sigurimit, por ftoi maxhorancën se nëse ka të njëjtin vullnet me opozitën, atëherë këtë proces sipas Braçes le ta nisin nga ashtu quajtura dosja Berisha. Referuar dëshmisë tronditëse të dhënë rreth 7 vjet më parë nga Hysen Sheshori, Braçe shtoi se procesi i hapjes së dosjeve duhet fillojë duke nisur nga Sali Berisha ose më mirë nga viktima i përndjekuri politik Hysen Sheshori. Braçe ka treguar në kuvent gazetën Plaga, ndërsa ka shtuar se do ta lexonte dëshminë nëse në sallë do të ishte kryeministri Berisha.